Shikus të ndëruar, gjendemi këtu në Deçan, konkretisht të kullat e Haradinave. Nga jo çka po mund të shohim tani është një numër i madh qytetarëve me cilën po vinë këtu për të vizituar dëshmorët dhe të rënët në luftën e lirisë këtu në epopen e Dugaxhinit. Për të biseduar më shumë rreth kësaj dite kam të ftuar një ish ushtar të UÇK-s, i cili është Nasim Haradinaj. Zoti Haradinaj, faleminderit shumë që pranova të ishit pjesë e ATV-s. Respekte, faleminderit për ju, faleminderit për kohën që keni gjetë, edhe pse e di që s'është tjera parë që bëni këta për në vazhdimsi, dhe kryeni një mision që besoj që është ndër misionet më të shejta që ka media për popullin dhe kombin e vet. Sot është epopeja e Dugaxhinit, fillimisht çka ju kujton kjo ditë? Epopeja e Dugaxhinit na kujton në një farë mënyrë një ringjallje të UÇK-s pas rastit të Prekazit, një kushtrim masiv dhe një thirrje e parë popullore dalë në front të hapur. A ju kujtohet dita parë kur vetë se u bët pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës? Kështu si pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës kemi shumë njerëz që jemi shqysh herët e bërë edhe pse ka qenë format ilegale ato. Mirë po, ajo cila kujtohet si të mos pikërisht 24 marsi, mu 24 marsi më kanë thënë kryet detyrës të fondit Velindja në Australi, konkretisht në Melbourne të Australisë. Kështu që une kam qenë së bashku me një shok Mustafa Bajramaj, që ishim me detyrë të ngarkuar nga Jashar Saliu, që ishte kryetari i fondit, dhe ishim shkuar për të hapë fondet dhe normal që UÇK atëherë kishte shumë pak mjete financiare dhe që ishin të domosdoshme për luftën dhe që janë të domosdoshme për një luftë, po quhet edhe për vetë jetën e rëndë që është në Kosovë. Ju thatë që në atë kohë keni qenë vetëm struktura ilegale, theme ashtu. So ka qenë e vështirë që të bashkohen UÇK-s nga qytetet tjera të Kosovës? Unë me ilegalitetin kam shumë përvojë, gati kam 50 vjetë veprimtarinë përgjithësi. Dhe ajo veprimtari ilegale ishte pikërisht veprimtaria e organizatat të cilët ishin për shpalljen e Kosovës Republik, por edhe bashkim me trojet anëtare. Siç e dini, atë jemi dënuar që nga vitet e 81 tash i redetiste. Unë vetë moshën 17 vjeçare në Burgos, veç që i kisha 2-3 vjetë për parë veprimtari ilegale. Dhe ilegaliteti për mua në një farë mënyrë ishte rrugë dhe ishte e vetmja rrugë e mundshme për kohën dhe për ndjekin që kishin populli shqiptar. Dhe normal për rri efektet e dura, edhe që parim detyrisht që ky popull të vendisohet për një luftë frontale, sepse nuk ka luftë dhe nuk ka liri dhe s'muj e shporish atë të cilit ka hi me dhunë nëse nuk e njek me dhunë. Prandaj nuk kishim një okupator që rastësisht ishte aty, kishim okupator shekullor, armisht shekullor dhe ditat me ditës ende e ka sindromin dhe mbjell çdo herë urrëtin ndaj kombit, siç është kombi serb. Por mos harrojmë, nuk ishte më i mirë as kombi malazes, sepse ishin bashk, unik dhe të ashpër me ne. Sidomos rrafshi Dugaxhinit, ekstra kemi pas punë me serbet dhe malazezet, sepse ky territor ka qenë pjesë më afër me tyne. Zoti Haradinaj, ju keni marrë pjesë në shumë vende, keni luftuar në shumë vende, pa mundesh me na tregu një betejë me cilën ju bani mend? Unë kam marrë pjesë në shumë betejë, detyrat ishin ashtu. Herë ishin detyrat të jem brenda Kosovë, herë jashtë Kosovë, por beteja parë frontale që është beteja e Baballoqit. Dhe pastaj më vonë kam shkuar si komandant bashkë me Mustafën në Rostavit për zgjat frontet andaj, kështu që kryesisht atë kam qenë komandant i vijavë të frontit, sepse Ramushi merri me organizimin e këtonaj, jo qësisht edhe ai pjesëtar ti, por më shumë merre, por atë pjesë kemi marrë unë dhe Mustafa Bajrami në fillim, me shumë shok nga gjithë Kosova, jo vetëm nga Glogjani, Baballoqi, mos harrojmë këtu kemi pas ushtar nga gjitha njësit dhe nga gjitha territorët e Kosovës dhe përtej Maqedoni, Preshev, po edhe pjesë të Malit Zi, Malësi e Madhe. Po a mundem na tregun ndonjë aksion që e keni marrë diçka për publikun me cilën kishim mujt me ndonë me neve? Aksioni parë është ka qenë zënia robe serve që ishin ardhë, serve që ishin banor këtu të Stojanović më duket, të pjesës e Dragut, djemtë e tij, 2 djemt me ato, që dhe më vonë i kemi liruar edhe pse ata kanë ardhur matje për vëzhgim, po kanë ardhur gjëra që kishte po vinë me shiku shtëpinë, sepse kanë qenë afër Ramushit dhe atë ditë kur sulmua Ramushi me 24 mars është pikërisht shtëpia aty që ka qenë baza e policisë për me gjujt aty. Dhe aty ka qenë edhe koordinata që dhon nga ajo shtëpi aty. Dhe në këtë kuptim, ata e nëzumro, po me që se ishin civil dhe ushtria shqiptare e Kosovës asnjëherë nuk o marë me kesh trajtimin e robëve të luftës, ka zbatu rregullat për pikëri edhe pse ishte ushtri jo mire e konsolidune, por duke ditë se çka do të thotë nderi dhe kodi i luftës dhe i burrnis, që kemi ne, ata i kemi liru. Po një ndër ngjarjet më të dhimbshme është gjatë luftës është humbja ushtarëve. Fillimisht se përshkruni këndjen. Si është për një ushtar
Si ushtar timin që ishte në radhët e mia, ishte fatkeqësisht, vjen keq, ishte një djalë i një bashkëvujtse dhe bashkëpunëtori politik, Shaq Qerimaj, që ishte Arben Qerimaj, dhe që kishte porosim nga baba i vetë, që të mbashkot konkretisht mua, të më rri afër, dhe ai humb jetën e Rostovis, në frontin e Rostovis, që është Arben Qerimaj. Dhe ajo ka qenë ndoshta ajo goditja, sepse unë kom pas goditje shumë bëhet të ofre vllaznitë teme, kom pas Leonin e këto, por ishte goditja që ishim në front konkretisht së bashku me to, dhe i kom pas të plagoshin e 3-4 tjerë, Shërqet Mustafaj tani që është dëshmor, Agran Mustafaj që dashtu i plagosin rënd, dhe ka qenë një goditje shumë e madhe, ka qenë për një kohë një farë s'mujshë me kuptu, që në një mënyrë mendoj se pse ata ka shtri, më shku dikush unë, ose maj vjetër. Pa ishë ma tepër ku kisha dhe rolin u dhesh aty me ta. Por ja që kjo është runë forcë dhe mira ka qenë sepse se cilin atë ko është deklaru dhe unë mendoj që edhe ka menu se ma mirë është 3 ditë lirë se 300 vjetë jetë në rëmni. Ju përmendet edhe ma herët që keni qenë bashkëluftori i Luanit edhe i Shkelzenit. A kishë mujtë me nda disa momente gjatë frontit cilin e kem pasë bashkë? Shqo, me Luanin, unë e më konë vetëm takimi ilegale, se unë s'kam qenë brenda atërë, por me Shkelzenin po e më konë bashkëluftar. Shkelzeni bile duke arë ndim në fshatin Baballaq, Shkelzeni ku plagos për herë të parë, flasin e Baballaq, atë plagën e madhe që e ka marrë Nofull, është Shkelzeni duke arë ndim të unë, bile kujtohet mirë ku ishin të e majt mjek, të e rregullu, ai me që se kishte në Nofull plagën e madhe, ishte me të pak parru, edhe unë isha me të parru në frontë, se s'kishin fort kohë, edhe ma boni me shaj, se s'mund të mirë me folë, ma boni me shaj, e lëshoj mustaqet dhe aty këto fotët që i kam mustaqet jemi ku i kem shumë bashkë. Por në kokë e kom pasë si dhërat nga nana e Leonit, dhe Detaruk, e kom pasë dhërat ku e marrë kapuqin e Leonit, ajo ka qenë der, respekt dhe frymëzim për unë. Pa tjetër, këta janë mosh marrëse unë, por me që thatë janë ata që më kanë bëu krenare. A keni pas në një moment gjatë luftës ku e keni menduar themi dhe kështu dorëzimin? Jo, dorëzimin, shqyqa, unë e jëmë konë i vendosë vetë-vetën, sepse robë edhe mund të zesh, edhe pa e mendu, por jëmë konë robë vetë sepse unë e një pjesë o konë detyrë të thirrësh në për informacionet që ndroshë këtu, ku ishë pjesa ilegale. Kur ke vendosë të kapi pushkën krah, nuk o mendu më dorëzimi. Në asë një formë, Por ndodhë kjo, që të zonë robë, nuk do me thonë që ti e i ligë, por ki një detyrë dhe me të rëndë, pas ta të qëndrosh si burë, dhe ta mbrosh ata për cilën je. Kështu që nuk e mendu dorëzim. Unë s'besoj që ka ushtarë që ka mendu dorëzimin. Marë në qoftë edhe që e ka në zonë, është gjë që s'ka mujtë me kontrolu. A ka ndo një rast ku e moni me ndo një ushtarë që ju ka thonë diçka gjatë luftës, ndo një moment kështu? Kemi shumë momente. Po, e kisha tregu me që se, unë e di që lutë, po kisha tregu diçka më relaksu sepse në kohë lufte. E kam një shok timin që tani ka vdek, Cenalishkaj. Është edhe ai ndër luftarët e parë në Baballaq së bashku që kemi konfront, por kujtimin e kam me ton, unë kam shumë kujtime me Cenin, edhe në ilegale si fëmijë, edhe të burgosën jetë, por ato që kam ma interesantër kur Cenalishki plagosën duke nxjerrë që manfitohin, dhe unë Cenin, unë kam qenë ai që nuk kam leju me pi donin dhe pranit e amen se ka pi, dhe në farë mënyrë shfrytëzosh ai farë autoriteti edhe si mamosh edhe për kështu, dhe më ka thonë që ma në mandë kom e ta pi edhe në kerë. E kom thonë sot jo më në gjallë të do në spin. Dhe a ditë ku plagos, me që ishte të intervenu, të edhon dimin e parë vrap, e qitëm në kërë për me qunë në Baramcur, që ishte plagos, isha 3 mina, edhe të thonë na, mjekja, tha, mos përdojnë ujë e dhamë, a përdojnë pak ujë, edhe i thash, a përdojnë, jo, tha, jo, qa përdojnë, tha, ojë cigare me dhe, unë harrova ja dhash, sa ka pi, ka fillu me përsi dhe tha, atë kom thonë, si kom e ta pi donit. Në atë moment, ja kom kopë cigare, ja kom jem një ditë, shëplau ka vesh me kështu, edhe e di që më ka mujtë. Edhe i plagosën më ka mujtë, po më ka mujtë shoku im. Sot është 24 marsi, epopeja e Dugaxhinit. A keni ndonjë mesazh për bashkëluftarët tuaj? Unë kam mesazh për bashkëluftarët, kam mesazh për kombin, edhe pse ndoshta nuk e kam vlerën të drejtohem kombit me atë ka që tam, do të jemi unik, do të mësohem të vlerësojmë luftën. Është luftë më e madhe se sa disa po mendojnë që është. Vetë fakti sot, vetëm një simbolik, vetë fakti sot se ti nuk shep punkte policie në një udhtim, unë mendoj që mjaft. Vetë fakti ti sot feston kështu që feston me uniformat e policisë, me uniformat e ushtrisë tonë, me lirinë e shprehjes, sepse njerëzit kanë mendojnë që veç me fol është, po lirinë e shprehjes, por vetëm disa të harrojmë, ne duhet kemi përgjegjësi për shprehjet tona dhe të qëndrojmë konsulent, thirrjes që të gjithë e bojnë për unitet
por që në fakt nuk veprojnë njëjtë. Zotëri Haradinaj, të falenderoj edhe një herë shumë për kohën. Respekt e falënderit për juve. Urime dhe ju kjo ditë, urime gjithë shqiptare, sepse beteja Dukagjinit e ka marrë si nocion i ku ka ndodhë, por është beteja gjithë Kosovës dhe gjithë shqiptarisht, sepse atë ditë e kanë fillu familja e ime normal, por që nuk kanë qenë vetën me gjithë shqiptarët anë e tjera. Falenderoj shumë. Respekte.